Mirëmëngjes, unë jam avokati Fabio Losherbodeki, është një episod I ri I podcastit e drejta e imigracionit. Sot analizoj një vendim të gjykatës së Romës, seksioni I të drejtave të personit dhe imigracionit, I datës september 9 2025, lidhur me një procedure të regjistruar me numrin e regjistrit të përgjithshëm 374 të vitit 2025. Vendimi lidhet me ankimin ndaj masës së marrë nga Agjencia e Dublinit pranë Ministrisë së Brendshme, e cila kishte urdhëruar transferimin e kërkuesit të mbrojtjes ndërkombëtare drejt Slovenisë. Gjykata e pranoi ankesën duke konstatuar qënimin e detyrimeve informative të parashikuara në nenin 4 dhe 5 të rregullores së Bashkimit Evropian në mashës në fir të vitit 2030. Pika qendrore e çështjes është intervista personale. Gjykata e Drejtësisë së Bashkimit Evropian në vendimin e saj të datës 30 nëntor 2023 ka theksuar se intervista përbën gjë garanci thelbësore. Ajo duhet të zhvillohet para marrjes së vendimit të transferimit në gjë gjuhë që kërkuesi e kupton në kushte konfidencialiteti dhe duhet të mundësojë atë të paraqesë rrethana personale me rëndësi. Për më tepër, shteti është I detyruar të hartojë një përmbledhje të shkruar që përmban të paktën informacionet kryesore të dhëna gjatë intervistës. Në çështjen e shkruar nga Gjykata e Romës, kjo përmbledhje nuk ekzistonte. Formulari I paraqitur nga administrata përmbante vetëm të dhënat personale dhe adresën e kërkuesit, pa asnjë informacion lidhur me përmbajtjen e intervistës, pyetjet e bëra apo përgjigjet e dhëna. Në këto kushte, intervista konsiderohet e pavlefshme dhe si pasojë vendimi I transferimit duhet të shfuqizohet automatikisht. Kjo kazje është në përputhje si me jurisprudencën e Gjykatës së Drejtësisë, ashtu edhe me vendimet më të fundit të Gjykatës së Kasacionit Italiane. Gjykata gjithashtu vlerësoi se shkelja nuk mund të korrigjohej përmes një seance dëgimore gjykësore, pasi kjo do të cënonte karakterin e shpejtë të procedurës së Dublinit. Per rrjedhojë, Italia duhet të konsiderohet kompetente për shkërtimin e kërkesës për mbrojtje ndërkombëtare. Do të dëgjojmë në episodin e ardhshëm të podcastit e drejta e imigracionit.